Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta me 2 përbërës që pastron mushkëritë dhe ju ndihmon kundër astmës, gripit dhe kollës. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të lehtësuar kollën, bronkitin, ftohjen, jeni në vendin e sigurt për të gjetur një zgjidhje të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër natyral që trajton me sukses problemet të lehta të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral të fuqishëm natyror, i cili vepron në mënyrë efektive kundër kollës, galbazës, ngjyrjes, problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe pneumonisë, citon dhe Elsaj. Receta është shumë e thjeshtë. Ka vetëm 2 përbërës, qep dhe sheqer, dhe vetëm disa ditë trajtimi do të ndiheni më mirë. Jasi të përgatisni shurupin e qepës. Prisni qepën në feta, vendosini këto feta në një tenxhere të madhe duke i rregulluar një fet qep, një shtresë sheqeri, një fet qep, një shtresë sheqeri dhe kështu me radhë, duke përfunduar në një shtresë sheqeri. Mbulojeni tenxheren për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe e lini të pushojë gjatë gjithë natës. Ditën tjetër, ju do të gjeni një gotë me lëng me ngjyrë mjalti dhe ky mund të jetë shurupi juaj. Doza është një lugë çaji shurupi çdo 3 orë. Duhet të përdoret në mënyrë të rregullt dhe nëse vuani nga tensioni ulët, këshillohet të mos e përdorni. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëri mund të krijojë gjithashtu edhe luhatje të theksuara të frymëmarrjes suaj. Nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen, të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e ftohjes dhe të ndihmoni organizmin kundër këtyre shqetësimeve, atëherë receta natyrale mund të kthehen në një përbërje mjaft të mirë ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke ndihmuar kështu kundër ftohjes, problemeve të sistemit të frymëmarrjes dhe gjithashtu edhe problemeve të mushkërive. Është e rëndësishme që përmes recetave natyrale, ju do të ndihmoni në pastrimin e sekrecioneve. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmit shkaktar të bllokimit të kraharorit, por gjithashtu mund të lidhet edhe për shkak të frymëmarrjes së dobët që mund të lidhet gjithashtu me sistemin tuaj imunitar. Ndaj, nëse doni të keni një frymëmarrje më të fortë dhe të mos u vuani gjithashtu nga shqetësimet tuaja të bronkitit ose të ftohjes, duhet të përmirësoni dietën tuaj ushqimore. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë e bronkitit, gjithashtu astmës, fibrozës dhe alergjive. Ju mund t'i vini në ndihmë mushkërive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimore të tjera. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë përdorim veçohet si mjalti, i cili është efikas në pastrimin e mushkërive. Thuhet se një i rritur mund të konsumojë gjithashtu një lugë çaji mjalt çdo 3 deri në 4 orë, në mënyrë që të përmirësojë shëndetin e tij dhe të mbajë larg gjithashtu edhe inflamacionet. Gjithashtu një tjetër përbërës shumë i efektshëm kundër problemeve të mushkërive është edhe çaji i xhinxherit. I njohur si një antiinflamator i fuqishëm, ai mund t'ju ndihmojë shumë në këtë aspekt. Ushqimet e dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecione kërkon që të përgatitet kjo recetë me këta përbërës. Gjysmë lugje çaji rreth 3 gram xhenxhefil pluhur, 3 gram me speca djegës pluhur, 100 ml uthull molle të pafiltruar, 15 ml me mjalt dhe 100 ml lëng të freskët limoni. Pasi siguroni të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen. Zjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. I përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniform, të cilën duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Rekomandohet të konsumoni një lugë gjedhe 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive nga sekrecionet të trasha, rekomandohet të përdorin 2 jastëk. Koha duhet të jetë gjithashtu në favorin tuaj. Kur përgatisni dhe përdorni këtë recetë, kokën duhet ta mbani ngritur dhe të pengoni kollën dhe problemet e frymëmarrjes.
ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkecohen ose kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Këto janë mënyra alternative të cilat do ju ndihmojnë në kundër shqetësimit. Nëse gjendja juaj agravohet, duhet t'i drejtoheni mjekut me patjetër. Përkujdesja për mushkëritë është hapi i shkëlqyer që mundëson mbrojtje ndaj sëmundjeve të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqimet që pastrojnë dhe detoksifikojnë këtë organ të rëndësishëm sipas ekspertëve të Elsaj. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil para gjumit. Kjo do të ndihmojë në pastrimin e organizmit dhe të mushkërive nga toksinat, por edhe ruajtjen e sistemit tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i borovicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngun e tyre mund ta pini çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, C, K dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson, eliminon substancat bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasura gjithashtu edhe me antioksidant si spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqimet më të pasura të cilët forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe frymëmarrjes, citon dhe Elsaj. Rigoni dhe energjiku gjithashtu duhet të jenë pjesë përbërëse të dietave tuaja. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimet dhe sekrecionet. Mund t'i përdorni si çaj ose edhe si pjesë bimore. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Energjiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bëjnë edhe një pjesë të regjimit ushqimor të mirë. Mbrojtja e mushkërive kërkon marrjen e ushqimeve të domosdoshme dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimet, por edhe në suplemente. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta, të cilat do ju mundësojnë gjithashtu një sistem më të mirë të frymëmarrjes dhe do të mbajnë larg shqetësimet tuaja. Nëse gjendja juaj është kritike, gjithmonë duhet të adresoheni tek mjeku. Lëkura e portokallit është shumë e mirë në pastrimin e mushkërive nga elmet e marra nga ajri dhe substancat që shkaktojnë alergji, citon Brightside. Vlerat e rëndësishme janë të mira edhe për shëndetin tuaj nga përdorimi i lëvoreve të portokallit. Lëkurat e portokallit janë të pasur jo vetëm me vitaminën C, por edhe me vitaminën A, enzima, fibra dhe pektin. Vitamina C është fantastike në sistemin imunitar, veçanërisht në kohën kur ajo ka më shumë nevojë për të luftuar të ftohurën dhe gripin. Përveç vitaminës C, lëkura e portokallit gjithashtu përmban flavonoide, kalcium, magnez dhe bakër. Flavonoidet janë antioksidant, që jo vetëm pastrojnë mushkëritë, por edhe pengojnë në shfaqjen e problemeve. Si të mbroni mushkëritë nga helmet? Njeriu është i ekspozuar ndaj niveleve të larta të ndotjeve dhe toksinave që vështirësojnë punën e mushkërive. Ajri është i ndotur dhe të gjitha substancat që futen në trup depozitohen në mushkëri, duke rënduar toksinat e tyre. Lëkurat e portokallit duhet të pastrohen mirë me sodë buke për të larguar pesticidet. Ajo duhet të konsumohet rregullisht, ndonse është e vështirë për t'u kafshuar dhe përtypur. Jo mund të përgatisni gjithashtu edhe receta të ndryshme të cilat do ju ndihmojnë pozitivisht në mbajtjen larg të shqetësimeve të rrugëve të frymëmarrjes. Nëse gjendja juaj vështirësohet, atëherë gjithmonë adresoheni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.